Do doja të dija një shqetësim, po të them general të shoqënisë, te kjo puna e pagjumësisë, sepse shpesh kjo rrit dozën për me përfundu deri në medikamentet që i përmende. Si duhet funksionoj një individ i cili ka fillimet e shfaqjes këtij problemit pagjumësisë, sepse shpesh e dhunojmë trunin duke tentu me flajt dhunshëm. A duhet të zgjohemi edhe ta stopojmë procesin e dhunës trunit për me flajt, sepse sinqerisht është e mundimshme, më ka ndodhur shumë shpesh kur i mban syt mbyll 3 orë dhe ti nuk flan. Edhe është goxha e mundimshme. Dhe në këto fillimet e këtij problemi që po besoj ndodh krejt shoqënisë, ka ndodhur edhe ty si profesionist. Çfarë duhet me bë? Si duhet reagojmë ose ta luftojmë për mos me ardhur deri te medikamentet? Shiko, pagjumësia simptom. Po. Më thonë, 99% rasteve është simptom, 1% është pagjumësi që e quajmë ne primare, që është veç pagjumë. E qartë. Më thonë, pagjumësia, kur e themi është simptom, do më thonë ka dhe tjera që renditen, që e krijojnë smundjen, ose çrregullimin, ose sindromin. Po. Do të dhe ne duhet tash problematikën primare ta trajtojmë, që gjumi mu rikthy. Por nëse ne e luftojmë gjumin, që shumicën e rasteve luftojmë gjumin, se njeriu kur flen mirë qoftë në mëngjes thotë s'kam kur gjoh hiç. Do thotë mirë, po nuk kemi arrit atë pjesën, të mbrendshme brenda njeriut me trajtu. Për atë arsye mandej na vijnë psikoterapeutët, psikologu besniku, që ata me zbërthy çështjen edhe me pa se ku është problematika nëse është psikologjike. Mirë, po ilaçet në këtë fazë janë shumë të nevojshëm. Qashën edhe kemi shumë lloje të gjumdënësve, zakonisht pjesa më e madhe tyne mund edhe me të bëhet varun, për atë arsye i me kujdes, maksimumi 2 javë deri në 4 javë, se mendohet që truni jon adaptohet gjumit brenda 10 ditësh, nëse fillon me flajt mirë. Po, e qartë. Edhe e krijon atë ciklin biologjik që quhet ditë-natë. Më thonë edhe e nxen gjumi. Pastaj ndërprehet? Ndërprehet ilaçi, nuk bëhet i varur. Dhe truni funksionon normal. Dhe normalisht rikthehet gjumi. Po. Mirë, po, brenda aty në 2 javë ne duhet ta gjejmë problematikën. A është një ankth, a është një depresion, a është një stres, a është diçka traumatike që i ka ndodhur individit, i cili, domethënë, është pengesë, po edhe vetë nuk e din ç'është ajo pengesë. E qartë. Ndërkohë që është fenomen shoqëror dhe e përmendëm që çdo ditë më shumë lihet faji çdo herë, ka faj vaksina, ka faj ka faj telefoni. Do të thonë faji gjithmonë kërkohet, por asnjëherë nuk trajtohet. Shikona me to po jetojmë tash. Kur jetojmë me to, nuk duhet të arrim si ti menaxhojmë, jo si ti ndalojmë. Nuk jetohet pa telefon. Domethënë është pamundun, po them deri në klasën e 9 fëmijët duhet të menaxhohen. Mirë, po sidomos ne që jemi të rritur na kemi pjesë punës. Nuk mund të jetosh pa diçka që është pjesë e punës. Dhe të themi tash ndaloje këto, faktikisht që është shndrum të njeriu. E krijuam një qenie anksioze që kur gjos guxon me prek. Në ato momente, domethënë, vetë njeriu i menaxhon. Kur e sheh që në telefon rrin rrjete sociale shumë, ata që punojnë diçka tjetër, sheh se lodhet. Bile tash e kanë bërë, ka çudit në telefon të emin del, nëse këqyr ma tepër se disa minuta thot, po ndërpritet pusho pak. Më thonë, se për shkak të shikimit, të rrezatimeve, se mund me dhonë edhe kriza epileptike, kur rrin shumë gjatë. I kanë dhe lojna që lojnë fëmijët e gjitha ju del mas gjysore, diçka, ndërpritet ekrani, thot, me pushu. Është gjetë një formë në mënyrën, domethënë, teknologjisë, që njerëzit me pas një formë të pushimit dhe të komunikimit njerëzor. Maj mirë se komunikimi njerëzor s'ka, edhe nuk ka me pas asnjëherë. Qoftë edhe nga njëherë edhe konfliktin mes miqë, konflikt flasë, diskutimet, debatet, gjitha këto. Më thënë, ato nuk ka mirë, po jeta është e tillë, ne s'mund tash ndalojë gjithçka. Thjesht kriju mekanizma mbrojtje. Se me bomi ndalu, ndërsa dhe misionin ju që përbëri të se kishtë ju kërkush. Jo nuk bën. Jo nuk bën.